هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Sonte do të flasim rreth politikës së negociatave. Pra lidhur me këtë transmeton Ibn Hishami prej Ibn Ishakut thot se Utba bin Rabia faktikisht zotriu i tyne, i Mekasve, ka qenë njeri dhe më thënë i pashëm, njeri i dallum prej të tjerve, duke ndejtur në klubin e Kurejshitve, u jep një propozim atyre, u thot, si thoni të shkoj te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe t'i ofroj atij disa oferta, t'i paraqes disa oferta, nëse i pranon bëhet mirë. Ata i than lirisht o Ebul Walid, llogapin e ka pas Ebul Walid, shko dhe ofroj ato ofertat, ato mundësi që qëllimi i tyre ka qenë që si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam t'i lë rahat ata, mos i largoj prej adhurimit të idhujve. Pra mos i thirr, që të mos i thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në besimin në një Zot. Kështu që Ebul Walid i shkoi te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: Shiqo o biri vëllau tim, ti me të vërtet ke ardh me një gjë e cila i ka shpartallu arabët, ka bo përçarje mes fiseve, mes arabëve, ati e din se çfarë përkatësie familjare ke dhe çfarë nderi ke te ne. Pra, si thua, unë të jap disa oferta e ti ta lash këtë punë që ja ke fillu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: urdhro fol, e unë po të dëgjoj çka do thush. Ai tha: o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nëse ti ke për qëllim me këtë që na thret neve që të arrish pasuri, ne do të bëjmë njeriu më të pasur. Ty do të bëjmë më të pasur. Nëse dush nëpërmjet kësaj që je duke na thirrur që të arrish ndonjë autoritet, edhe këtë do t'a japëm. Nëse e ke që të arrish të bëhesh mbret i yni, më thënë, duhesh të arrish në pushtet, edhe këtë e ke, thot, nëse e ke, se nuk mundesh të ikish asaj nga se ke problem me atë çështje, domethënë je i sëmur, ka dështi thotë se xhinët, domethënë të bëjmë problem, do ta gjejmë mjekun më të mirë. Vetëm e vetëm ti mos na shaj apo mos na
largo prej adhurimit të idhujve dhe mos na thirr në besimin në një Zot. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: O Ebul Walid, a e përfundove? A i tha po. Pra atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: tani ti dëgjo. Dhe ja filloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke lexu surën Fussilet, ajetet e para të surës Fussilet. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilun minarrahmanirrahim. Kitabun fussilet ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Edhe disa ajete tjera që komenti i tyre është Hamim, pra është për atyre fjalëve që nuk komentohet sipas disa komentatorëve të Kuranit, sipas disave të tjerë thonë se Allahu xhaleshanuhu me këto fjalë të ndërprera do të thotë: o ju arab që thoni se këtë e ka përpilu Kuranin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pra ja urdhëroni edhe ju përpilonja, për juve ka edhe më të aftë në aspektin e oratorisë, bie fjala apo të poezisë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ku nuk është dëgjuar që kish thurë ndonjë poezi, pra urdhëroni, Kurani është në gjuhën arabe, thunja edhe ju një gjë të tillë. Pra kjo është një koment lidhur me fjalët e ndërprera që gjenden në Kur'an. Sidoqoftë, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: zbritje prej mëshiruesit, mëshirbërësit. Libër që ajetet e tij janë të shkoqitura duke qenë Kur'an arabisht për një popull që di ta kuptoj. Është përgëzues dhe qortues, po shumica e tyre ja kthyen shpinën, andaj ata nuk dëgjojnë. Ata thanë: zemrat tona janë të mbyllura nga ajo që ti na thërret, dhe në veshët tanë kemi shurdhë apo shurdhim të rëndë. Kështu që ndërmjet nesh edhe ndërmjet teje ekziston një perde, prandaj ti vepro sipas tëndës e ne vazhdojmë sipas tonës. Thuaj: unë jam vetëm njeri. Pra Allahu xhaleshanu i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: thuaju atyre, unë jam vetëm njeri sikurse edhe ju. Mua më shpall se Zoti juaj është vetëm Zoti një. Pra Allahu është Zoti juaj e jo idhujt. Pra drejtoni ju atij, pra Allahu xhaleshanu, dhe kërkoni falje prej tij. Për idhujtarët është mjerim i madh, nga sa ata thrasën domethënë në besim të kot. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi me ajetet edhe me disa ajete tjera derisa arriti te fjala fa in aradu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Në qoftë se ata nuk përgjigjen, ti thuaju: unë tërhoqa vërejqen e një rufeje apo dënimi si rufeja e Adit dhe Themudit. Pra, kështu, kur Velidi dëgjoj këto fjalë, apo fjalët e Allahu xhaleshanu, të cilat ja lexonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai atëherë i tha: aman, aman, ndalu, duke u frigu se me të vërtet, po goditet me diçka, me ndonjë rufe, sikur që u ka ndodh Adit. Pra, pastaj Utbja, Ebul Walidi, kthehet te Kurejshitët, edhe ata e pyesen, i thonë: si ishte rezultati? A na sollet diçka të mirë, ndonjë lajm të mirë? Ai tha: vallahi, unë thua them të vërtetën,
atë që e dëgjova për Muhamedit nuk ishte as poezi, nuk ishte as magji. A të gjithë e dinë se Ebul Velidi ka qenë prej atyre që e ka njoftur shumë mirë edhe poezin, edhe gjëra tjera, do më thonë prej njerëzve më të pashëm dhe më të aftë ka qenë. Pra kur ai një gjë të tillë e thot, atëherë nuk ngel për të tjerët thonë diçka, që apën ndonjë koment. Edhe çka thanë si duket ai të paha bë si hir, apo të paha bë magji. Edhe ai tha, ju çka doni mund të thoni, por mendimi im është që ju ta leni atë, pasi që nuk e besoni, lenja rahat atë person, sepse ai nëse vazhdon me këtë, dhe më thonë me fen islame, ai përsëri famën do t'u angreni juve. Pra e ka shiqur më një aspekt tjetër, dhe më thonë, është arab, edhe dhe më thonë të mirat e ti do të sillen apo do të vinë të arabët. Pra nuk ka pas të bëjë dhe më thonë me aspektin e besimit. Kjo është një tekst apo një variant i disa ofertave që i kanë ofru Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo politika e negociatave nga ana e mushrikëve. Kemi edhe një tekst tjetër të cilin e transmeton apo e përcjell Tabariu, pra sipas këtyre teksteve që ti përmendim, del se mushrikët shpesh i kanë ofru Muhamedit sallallahu alaihi wasallam alternativa, mundësi që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam t'i shmanget fjalës së Allahu xhaleshanuhu dhe të largohet prej thirrjes në një Zot, pra në Allahun xhaleshanuhu. Transmeton Tabariu dhe Ibn Kathiri dhe të tjerët thotë se një grup prej mushrikëve me një rast tjetër, ku në këtë thotë ka qenë edhe Walid bin Mughira edhe As bin Waili, kanë ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë ofru disa negociata, disa mundësi, oferta që ai si ta le fen islame, e ndër ato thot është edhe ta bëjnë më të pasurin, edhe ta martojnë me gruan më të bukur, apo me beqaren, më thënë më të bukur, dhe me kusht që ai mos fol keq për idhujt e tyne. Por kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e refuzoi një ofertë të tyre, atëherë ata i thanë, po së paku o Muhammed, ta bëjmë që një ditë ta besojmë apo ta adhurojmë Zotin tënd, e një ditë tjetër ti bashkë me ne ti adhurojsh Zotin ton, idhujt. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lidhur me këtë i zbriti ajeti apo surja El-Kafirun, Kul ja ejuhel kafirun, pra thua ju o Muhammed pa besimtarve, o ju pa besimtar, la a'budu ma ta'budun, unë nuk adhuroj atë që ju e adhuroni, pra unë nuk adhuroj putat apo idhujt, wala antum abiduna ma a'bud, e as ju e adhuroni atë që unë e adhuroj. Kështu do më thënë ajetet vazhdojnë, pra lekum dinukum waliya din, më në fund ju mbanja fen tuaj, pasi që me çdo kusht vazhdoni, doni të vazhdoni në gabim, atëherë ju fundit e keni atë drejt që me zor Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka thënë ata, ajo është e përgëzues dhe si hariques, vetëm mua tregon dhe nuk është dominues me çdo kusht ndaj tyre që ata me çdo kusht ta besojnë
lekum dinukum, ju mbanja fen tuaj e unë e mba fen time. Pra, kështu, si pas disa transmetimeve tjera, përsëri ata kanë tentu që Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ta largojnë, duke i ofru mundësi të ndryshme, alternative të ndryshme, bie fjala ja kanë ofru edhe të bëhat lider i tyre, me ato që të japën pasuri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgjigja e tij ishte ma bi ma taqulun, ma gjitu bima gjitukum bihi atlubu amwalakum. Ndër tjerash, thot, ofertat që ju mi ofroni, këto bien poshtë, sepse unë nuk kam ardhur me atë që kam ardhur, do më thonë, nuk jam i dërguar dhe nuk e them këtë që u a them juve, pra besimin që u thras në besimin në Allahu xhaleshanuhu, me qëllim që, pra nuk kam për qëllim pas kësaj që të arri deri te pasurit tuaja, pra të më pasuroni mua ju, e as të arri autoritetin të ju, e as pushtet, por po u them se kjo është e që u a them juve, është se Allahu xhaleshanuhu më ka dërgu mua pejgamber dhe më ka zbritur mua libër, e unë jam përgëzues dhe si hariques. Unë e zbatoj obligimin e Allahu xhaleshanuhu dhe u këshilloj juve, nëse ju do të pranoni këtë që më është zbritur mua, kjo do t'jetë fati juaj në këtë botë edhe në ahiret. Pra do t'keni fat. Normal do më thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tregon se do t'kese më pas, do t'kese edhe çlirime, do t'kese edhe pasuri. Pra edhe pse nuk është qëllimi kjo, por u thot atyre. E nëse ju refuzoni një gjë të tillë, atëherë unë thot do të bëj durim derisa Allahu xhaleshanuhu të gjykoj mes meje dhe mes jush. Pra unë do të vazhdoj në këtë dhe asesi nuk pranoj ato negociatat tuaja. Atëherë ata kur e kuptuan se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me çdo kusht vazhdon në besimin dhe në thirrjen në Allahun xhaleshanuhu, në fenë islame, atëherë ata i thanë, pra në shenjë tallje tash, pra fillun të tallen. Pra kur kuptuan se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me çdo kusht nuk i pranon ofertat e tyre, atëherë fillun të tallen dhe gjoja se po kërkojnë diçka që është më thonë me të vërtet e pamundshme që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ta bëjë, apo gjoja se po e kërkojnë diçka që nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u afron, ato do ta pranojnë të vërtetën, gjë që nuk është e vërtetë kjo, por ata e kanë bërë vetëm për t'u tallë dhe për të vazhduar në tallje me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, dhe i kanë thënë, pra pasi që qenë nga kështu, atëherë thot, lutë Zotin tënd, i cili të paha dërgu ty, pra në shenjë tallje, ai thot, ne të na i shëndroj këto kodrinat apo kodrat e Mekës, të cilat janë shterpe, të shëndrojnë në lumej, të rrjedhin lumej këtu. Një lloj sikur lumejt e Shamit dhe Irakut. Lute pastaj Zotin tënd edhe që të kemi edhe pallate, që të kemi edhe arka prej arit, që të kemi edhe argjend, do më thonë të pasurohemi. Thot, nëse ti një gjë të tillë ne i mundson, atëherë thot ne do ta kuptojmë
edhe do të besojmë se me të vërtet prej Zotit tonë të paske këtë. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që kuptohet e pas ata edhe prej kontekstit të bisedës së tyre e pas se ata vetëm metalli kanë një gjë të tillë edhe u tha ma ana fa'ilun apo ma ana bifa'ilin wa ma ana billadhi yas'alu rabbahu hadha, unë nuk e bëj një gjë të tillë dhe unë Allahu xhaleshanu për një gjë të tillë nuk e lus. Pra për ëndrallat tuaja, pra për nijetet tuaja që nuk janë të pastra, po vetëm e keni metallin një gjë të tillë. Pra, më në fund, pas një bisede shumë të gjatë, ende kanë bisedu, i thanë, po, ne e kuptuam se ty ti mëson këto gjëra ai Rahmani, janë talë, do më thënë me Allahu xhaleshanu, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, do më thënë i ka thirrë në besimin e Rahmanit, do më thënë të Allahu xhaleshanu një emër për emrave të Allahu xhaleshanu. Ata të janë talë kanë thënë po, ne e dim në shenjë talje se këto gjëra ti mëson një njeri në Yemame të cilin e quajnë Rahman. Pra, vallahi ne janë betu, do më thënë gjëja se ata, ne nuk besojmë, apo nuk i besojmë Rahmanit asnjëherë. Dhe në arsjeto për një gjë të tillë. Dhe ta dish se gjëja se në arsjeto, do të thonë në shenjë tallje. Dhe ta kesh të qartë se ne ty nuk të lëm rahat. Deri në fund ne do të kundërshtojmë ty. Pra, ti nuk do t'jesh rahat asë njëherë prej nesh. Pra, kjo në shpejtësi, kështu jo mundu të tregoj tekstin që ka të bëje me negociatat, apo me politikën e negociatave, me gjërat të cilat ja kanë ofru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të largohet prej thirrjes në një Zot. Tash, edhe qëllimin këtu e kam më tepër, sepse këto kemi mundësi që tekstet deri tani që i përmendëm, kemi mundësi në çdo biografi, prej biografi, libër që flet për biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam t'i lexoni, po qëllimi kryesor këtu është të flasëm lidhur me mësimet të cilat i nxjerrim nga ky tekst apo nga këto tekste që i dëgjuam deri tani. Pra, neve në u bë e qartë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i kanë ofru edhe pasuri, edhe martesë, edhe liderizëm, edhe çdo gjë, çdo interes, apo prej të gjitha intereseve të kësaj bote, që si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të thonë t'i shmangët besimit në Allahu xhaleshanu apo thirrjes në rrugën e Allahu xhaleshanu në Islam. Pra, nga kjo çka kuptojmë? Nga kjo kuptojmë tre mësime shumë kryesore. Mësimi i parë është ajo se do të thotë del në pa, edhe shumë qartë është falsiteti i asaj që ka disa që merren me këtë çështje, të cilët thonë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një gjë të tillë nuk e ka pas prej Zotit, por e ka bën, domethënë me qëllim që të bëje një revolucion dhe një të sjell një reformim apo një reform, një ripërthrirje në shoqërinë e tij. Këtë, do thënë, e thonë disa orientalistë, të cilët normal do më thonë ka dhe prej arabëve, të cilët e përkrahin një mendim të tillë, normal ata nuk kanë të bëjnë me Islamin as pak. Nuk kanë të bëjnë as pak me Islamin. Më vjen keq se
lidhur me këtë, kjo shumë me rëndësi është, ama ne shumë pak lexojmë për këtë çështje, edhe prandaj ndoshta nuk na vjen të thënë se është diçka shumë interesante apo shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme sepse qëllimi i tyre çka është? Qëllimi i tyre është që tregojnë se gjëja se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra nuk ka qenë pejgamberi Allahu xhaleshanu, por ai ka qenë një njeri i cili ka dashur që të bëjë një reform në shoqërinë e tij, edhe pra kjo është domethënë esenca dhe qëllimi kryesor i mesazhit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por krahas kësaj, ata thonë se qëllimi i Muhamedit, domethënë për këtë qëllimi final i tij ka qenë edhe ajo që të bëhet, domethënë lider i arabëve me këto ideja të reja. Pra gjëja se këto i ka pas ideja me qëllim që të arrijë liderizëm te populli i tij. Nga teksti i lexuar më herët apo që e treguam më herët, qartë shihet se sikur të ishte një gjë e tillë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëherë nuk do të ndodhte ajo që e pam dialogun për shembull që e bëri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me Ebul Walidin apo me mushrikët tjerë, me Utben edhe me tjerë. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me çdo kusht ai vazhdonte që t'i tregoj mushrikëve se ju besimin që e keni që thirrni në shumë zotra, ajo është e gabim, dhe se ju pa marrë parasysh sa do të mundoheni që ju të më ofroni ju qoftë liderizëm, qoftë pasuri, qoftë për shembull çka qoftë të më bëni mbret. Qëllimi im nuk është ajo. Pra qëllimi im është që unë ta zbatoj urdhrin e Allahu xhaleshanuhu, edhe të tregoj se unë jam i dërguar nga Allahu xhaleshanuhu. Pra sikur të kishte qenë, domethënë për liderizëm apo për diçka tjetër, për famë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do ta bënte një gjë të tillë, sepse ju e dini, në kohën e sotit bie fjala njerëzit për interes material, a ja ofruan Muhamedi sallallahu alaihi wasallam interesin material. Po. Çka bën njerëzit për interesin material? A dhe kombin e shesën, ha? A dhe interesat e popullit i shesën? Ja për shembull ministrat çka bëjnë? Vetëm pse, domethënë u ofrohen femra të bukura, ha? U ofrohen pasuri, u ofrohen domethënë autoritet, famë, ata çka nuk bëjnë? Ju për çdo ditë dëgjojmë domethënë lloj gjërash, të cilat bie fjala të tjerët, para tjetër, nuk pranon që të sillet ndonjë vendim në dëm të kishës, ha? Ndërsa tonët, musliman tonë, me emër, vetëm musliman, ato pranojnë një gjë të tillë, vetëm që vetëm për atë se u është ofru pasuria atyre, apo autoritet, apo domethënë intereset ndryshme të kësaj bote, e cila paramendo, jo të kësaj bote, por të një afati të saktuar, domethënë të disa viteve, po përsëri mbashtrohen. Pra s'do mend se sikur që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ta kish pas për liderizëm, ta kish pas që të bëjë reformë në shoqërinë e tij, e jo si pejgamberi Allahu xhaleshanuhu, edhe ai do ta bënte një gjë të tillë. Bile, kjo ka qenë domethënë edhe ajo që është më afër edhe më lehtë për të që të arrijë domethënë qëllimin e tij. Por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka bënë një gjë të tillë. Këto ideja i përhapin disa orientalistë, bie fjala sikur Cromeri apo Van Volteni, të cilët thonë se
shtytja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë në thirrjen e tij që e ka bë, ka qenë liderizmi apo arritja në pushtet. Habije madhe është, njerëz të cilët thonë se jemi intelektual, jemi domethënë njerëz të shkencës, edhe nuk u vjen as pa turp që t'i përgënjeshtrojnë faktet historike. Pra Allahu xhaleshanuhu ashtu e ka bën jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të jetë përgjigje për çdo intrigë e ardhshme. Për çdo intrigë, për çdo kurth që do t'i bëhet Islamit të ketë përgjigje nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra me fjalë tjera të flet vet fakti historik dhe të thot atyre se ju këto fjalë që i keni janë vetëm fjalë pa bazë, falsitete, domethënë fjalë të cilat nuk mbështeten askund, edhe pra muslimanët, sidomos muslimanët, nuk duhet të mbashtrohen me gjëra të tilla, sepse për fat të keq ka edhe muslimanë të cilët janë të mbashtruar me gjëra të tilla, ka ato për shembull që janë patriota më tepër, thonë Muhamedi shumë na ka ndihmuar neve, socialistët arab, për shembull, ato thonë shumë na ka ndihmuar. Muhamedi, domethënë ka bën një revolucion. Idejat e tija shumë të dobishme kanë qenë për popullin arab. Ideja e gjuhë. Domethënë se normal ato nuk duan ta besojnë se është pejgamberi Allahu xhaleshanuhu. Sikur të kishte qenë ashtu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ma lehtë do t'i vinte që ta pranonte, ofertën e tyre që të mbrije ma lehtë te idejat e tyre, apo te idejat që i ka pas ai. Por nuk ka pas të bëje çështja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me revolucion, apo me atë që për shembull të arrihet deri te fama, apo të realizohet disa ideja të caktuara për kombin e tij, por ajo ka qenë vetëm shpallja Allahu xhaleshanuhu, edhe prandaj nuk ka pranuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta përzi. Se për shembull ekziston mundësia që të thot dikush, po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pas mundësi edhe logjikshme për dikë është që t'i pranon të ofertat e tyre në mënyrë që kur të arrin pushtet pastaj t'u kthej shpinën. Por përsëri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kjo ka qenë ma lehtë. Për shembull, sipas mendimit ton të shumicës, do thonë valla mama i roshte ti mbashtronte, po do ta pranoj, a do të bëni mbret mu, edhe ta fshehte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shembull. A do të bëni mbret, po, mire, pra, ajde, unë u bëna mbret, a më pranoni, po, edhe ta forcoj gardën e tij pastaj, edhe t'u kthej shpinën pastaj atyre. Por a e bëri, edhe këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e bëri. Pse nuk e bëri? Që mos përzihet kush? E vërteta me të pavërteta. E vërteta me të pavërteta. Pra, të jetë e qartë se fjala Allahu xhaleshanuhu duhet domethënë të jetë e pastër prej fillimit e deri në fund. Dhe se asesi nuk lejohet që sipas mësimit të dytë që e nxjerrim domethënë nga tekstet, mësimi i dytë është nuk lejohet që apo nuk arsyetohet mjeti për hir të qëllimit që e ke. Pra, qëllimi çka është? Bie fjala qëllimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është që ta tregoj të vërtetën, pra atëherë ta zgjidh një metodë për të arritur deri te qëllimi që është më e lehtë edhe më e kapshme për njerëzit, edhe pse nuk përputhet me parimet islame.
Kina të qartë. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka bën një gjë të tillë. Që do të thotë, Islami nuk e arsjeton mjetin, ndonjë mjet, për qëllimin që e ke. Nëse ai mjeti bie në kundërshtim me qëllimet tua që i ke. Që do të thotë, qëllimin e ke për Islam, ashtu? Por për të arritur deri te ai qëllimi që e ke për Islam, çka të bësh? Mos i zgjedhish as pak mjetet për të arritur deri te qëllimi. Bie fjala ti gënjesh njerëzit, tu thush, konkretisht, që këto për shembull, tu thush se tamam, qëllimi im është të arri deri te pushteti, apo të arri për shembull interese personale, edhe pastaj, kur të arrish në pushtet, kur ti arrish ato, pasuri që ti premtojnë ato, edhe te atëherë të vakthesh shpinën dhe thush, jo, nuk ka qenë ki qëllimi im, po qëllimi im ka qenë, thirrja në rrugë të Allahut xhaleshanu. Pra Islami një gjë të tilla e pranon? Jo. Me fjalë tjera, ti gënjesh njerëzit, të tregohesh para njerëzve për shembull me një fytyrë të caktuar, pastaj për shembull kur ti arrish qëllimet, tu kthesh shpinën. Pra kjo nuk lejohet në Islam. Edhe prandaj, për të vërtetuar këtë, mund të përmendim edhe një rast, apo rastin kur Ummi Mektumi, apo kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke u fol mushrikëve, edhe në atë moment i erdh një musliman i thjesht, edhe ai kishte dëshirë që të ndëgjoje bisedën që zhvillohet mes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe mushrikëve. Edhe Ummi Mektumi, edhe ai ndërhyri në bisedë, apo kishte dëshirë që bisedoje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sipas ijtihadit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishte që Ummi Mektumi nuk kishte drejt spaku në atë moment të flas, apo të folje, apo të pyes pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por Allahu xhaleshanu desh t'i tregoj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se nuk bën ashtu. Nuk lejohet një gjë e tillë. Pra, ti mendojsh se Ummi Mektumi nuk ka të drejtë në këtë moment të të flase ty, apo të të pyese ty, për hatër të këtyre që gjëja se tregohen domethënë se kanë interes që të pyesen për Islamin, e në fakt ata e bëjnë metallin një gjë të tillë, pra nuk ke të drejtë që ta largosh muslimanin, atë që është musliman, në ato momente nëse ai ka dëshirë të të pyesë ty. Pra në Islam miklim nuk ka. Miklim nuk ka. Pra duhet të jetë domethënë e qartë, duhet të jetë ai person i cili thirr në Islam i sinqert, prej fillimit edhe mbarim. Sigur kur i përdor mjetet për të arritur deri te qëllimi, po ashtu edhe me qëllimin domethënë duhet të jetë i pastër. Pra, aspekti tjetër në këtë është edhe ajo se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka pas vetëm fjalët. Ashtu domethënë gjëja se nuk don, se ka njerëz për shembull që nuk don të tregohet para njerëzve. Në fakt, mbas i ka ato synime, do të arrije pushtet, do të arrije për shembull liderizëm, do të arrije interesa, apo ka për të njerëzve. Para njerëzve tregohet se gjëja se jo, se kom unë kom për popull, për popullin e kom unë.
unë për shembull deputet shkoj atje të ndihmoj popullit, në fakt ai ka në vepra diçka tjetër. Kur dhe shoh është se sjell pasuri të madhe për shembull familjes së tij, apo kontinjerat mëdhej për shembull fut në emrin e familjarëve të tij, se në emrin e vetë s'ri boje, edhe i shkruan për shembull dhe më në emrin e të tjerëve. Une kam dëgju, po bile që tash është rasti për shembull, a besoni se këto liderët tanë, edhe familjarët e tyne, unë jam habit bile, i qëllë edhe në përbaj, pra nuk lën gjë pa mos e shfrytzu. Edhe në përbaja, për shembull, i qënë familjarët e tyre pa para, pa pagesë. Pra e shfrytëzon atë autoritetin e tij, domethënë atë prestigjin e tij, e shfrytëzon faktikisht në korist të kujt shkon kjo, në korist të fukarave. Pra ai kretë mundësi t'i ka, edhe nuk le gjë pa mos e shfrytëzu. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ai ishte ashtu? As pak. Ashtu si i kishte fjalët, ashtu i kishte edhe veprat. Ja, për shembull, nëse marrëm ta analizojmë aspektin e mënyrës së jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se dikush mund thotë, ai është tregu vetëm para njerëzve se nuk ka dashur. A përndryshe e ka pas atë qëllim. Pa e ta shohëm të analizojmë për shembull mënyrën e jetës si e ka pas. Siç tregon Hazreti Aisha, e transmeton Buhariu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka jetuar një jetë shumë të përvojshme. Ja thot, në raftin tim, kur nuk kemi pas diçka që është e lagur. Po çdo gjë e that, hurma. Apo kemi pas për shembull thot thekën. Thekën. Pra, gru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më thënë, nuk ka përdor, shumë radhë. Pra, kjo shka do të thote? Kjo do të thote se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka pas vetëm fjalë ato, po edhe praktikën ashtu e ka pas. Edhe jetën e përditshme ashtu e ka pas. Po ashtu edhe aspekti i veshjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe në veshjen e tij shumë i përvojshëm ka qenë. Pra, shpesh herë gjurmët e hastrës ku ushtrinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dhomën e tij i dukeshin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjurmët i lente hastra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i lente gjurmë. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka flet diçka që ka qenë e butë. Po çdo herë ka flet në diçka që gjurmi ka lënë në trup pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra s'do mend se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pas me vetëm, domethënë me fjalat, por e ka pas edhe në vepër. Bile kjo dëshmohet edhe me ajete kuranore. Ja, për jetën e përvojshme që e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gratë e tij, aq të përvojshme e ka pas sa që një ditë për ditëve të gjitha gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të bohen, me ta ka qenë edhe Hazreti Aisha bile, edhe shkojnë të ankohen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për jetën e përvojshme edhe të mundimshme që e ka pas, edhe kanë pas dëshirë që spaku të jenë në atë nivelin që janë edhe gratë tjera. Pra gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ato kanë jetuar një jetë, domethënë, ma ulët se të tjerat, se gratë tjera. Edhe ajeti kuranor e shënon një gjë të tillë, kur shkojnë gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe i ankohen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajetet kuranore e shënojnë një gjë të tillë, u thot Allahu subhanahu wa thot, ja ejuhan nabiy, o ti pejgamber, si përgjigje ndaj kërkesës që e kanë bë
gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thuaj ju grave tuaja, kulli azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya, nëse ju keni për qëllim jetën e kësaj bote, komoditetin në këtë jetë dhe zbukurimet e kësaj bote, atëherë në rregull, unë po ju lëshoj juve, edhe ju gjeni burra të cilat do t'u martojnë edhe një jetë komode, ndërsa nëse doni të vazhdoni me mua, atëherë duhet ta zgjedhni këtë jetë që e kam unë, domethënë jetën e përvojshme. Pra, pse Allahu xhaleshanu në këtë mënyrë, spaku ka pas mundësi që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të jetojë mesatare. Pse nuk ka bëu Allahu xhaleshanu që mos ketë më pas njerëz të cilët, se do të ketë njerëz që e luftojnë Islamin në forma të ndryshme, e të mos ketë mundësi askush të gjejnë ndonjë vrim nëpërmjet të cilës do të mundohet ta sulmojë Islamin. Pra, sikur për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tu është përgjigj grave të tyre ta ndronte për shembull standardin e jetës së tij, atëherë normal se do të kishte mundësi dikush të thotë çmos për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ashtu është e rregulluar nga ana e Allahu xhaleshanu që mos ketë mundësi askush asnjë fjalë të thotë, domethënë, para mendoni sikur të kish pas një gjë të tillë, atëherë çka do të ndodhte? Hiç pa mundohet një gjë e tillë, po çka nuk thon për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ku mbet sikur të kish pas diçka, domethënë, ndonjë arsye apo ndonjë të vërtetë për asaj që ata thonë. Do të mundohem edhe pak që të përfundojmë mos na ngelje, domethënë, gjithë kjo mësimi i tretë që e nxjerrim nga politika e negociatave. Aspekti tjetër është se për asaj që u theksu se për Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kanë kërkuar që Mekën të shndrojë apo kodrinat apo kodrat e Mekës të shndrojen në lumej. Edhe pasurit madhe të kenë ata. Arka prej arit, prej argjendit të kenë. Më thonë, pasurje madhe, edhe të ngjashme, gjërat ngjashme. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është përgjigj atyre. Pse nuk është përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Nuk është përgjigj se e ka pas ata e kanë metallje një gjë të tillë. Pra, tallen. Dikush nga kjo se nuk është përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nxjerr atë se gjoja se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas mucize, por mucizja e vetme e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë vetëm Kurani. Edhe prandaj, ata thonë se sikur të kish pas ndonjë mucize tjetër, mrekulli tjetër, do të përgjigjte që ata të besojnë. Por e vërteta është se duke marrë parasysh edhe kontekstin e bisedës së tyre që e kanë bërë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shihet se ata e kanë pas vetëm për tallje, edhe prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, unë nuk e lut Allahu xhaleshanu, se përndryshe të kishin qenë të sinqert ata në kërkesat e tyre, Allahu xhaleshanu do t'ua realizonte një gjë të tillë. Pra, s'ka dyshim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka edhe mucize përveç Kuranit, edhe kjo do të thonë nuk vlen si argument për ata të cilët thonë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas mucize përveç se Kuranit. Pra kjo shkurtimisht do të thonë mundova ta tregoj. Edhe kjo ishte sa i përket negociatave të
ofruara nga ne mushikve dhe mësimet të cilat i nxjerrim nga këto tekste, për sonde mjaftohena me kaq, alhamdulillah.